Partia Socialiste? Absolutisht as diskutohet. Pra mendoni se do jetë një nga shtetet ku Partia Socialiste, Partia Demokratike do fitoj? Po është pa diskutueshme kjo. Cilat shtete tjera i mendoni si fitues se sa i takon? Kudo në diasporë do të fitojë Partia Demokratike. Pa diskutim që po do të ketë një pikpyetje në raport me votën deri në momentet e fundit do duhet. Po deri edhe ndonjë Parti Socialiste zoti Gylliçi mos i fitojnë të gjitha. Do duhet shihet procesi se si do të shkojë në Greqi për shkak të një numri të lartë të atyre që janë regjistruar, për shkak edhe të emigrimit në atë shtet, të edhe një pjesë të madhe të qyteteve të jugut. Jeni të sigurt që s'do ketë krim zgjedhor në diasporë? Jo, nuk jam i sigurt që s'do ketë krim zgjedhor, jam i sigurt që ne fitojmë. Për krimin zgjedhor mjafton të bëni një pyetje, thrisin në një person. Jo, si do merrni ju masat zoti Gylliçi. Ju si do prodhuar vetëm një video që Sharake ditën e dieshme, që na tregojnë me video se si nuk blihet vota apo nuk shitet vota, dhe ndërkohë unë kam nxjerrë deri tani një 7 raste të asfaltit elektoral, e kam publikuar, i kam bërë publike në Facebook, në rrjetet sociale, kam nxjerrë raste të tjera të veprave penale në zgjedhje dhe task forca e SPAK-ut nuk ka asnjë reagim sot që ne flasim. Kështu që thonë edhe Partia Demokratike kishte depozituar një kërkesë për të publikuar çfarë pune ka bërë deri tani. Të gjitha informacionet ja kemi çuar, ja kemi bërë dhe publike dhe duam të dimë rezultatin e kësaj task force. Ku janë, sot që ne flasim, ku janë rezultatet e kësaj task force? Si ka mundësi që unë të bëj publike 5 raste të ndryshme, me video, live, në terren, të asfaltit elektoral, të keq përdorimit të fondeve të qytetarëve të Tiranës, dhe nuk ka asnjë reagim. Qoftë edhe për gënjeshtrim, thonë ja fut kod kandidati i PD-s, Belindi gënjen. Nuk është e vërtetë. Ju e dini këtë? Apo kompania që po bën punimet ka leje për të bërë punimet, apo kompania që po punon ka një plan masash, ka një plan pune. Apo PD-ja nuk po thot vërtetën. Pak ta dim ne, a jemi në gabim. Por që ne ti kapim në flagrancë dhe këta të mos kenë asnjë reagim, kjo është e padëgjuar. Dhe me këtë ritëm ku po shkon task forca i bie që kot që është hapur se më mirë ti vend drynën edhe kot që e mbajnë hapur. Megjithatë ne do vazhdojmë punën tonë. Ne do vazhdojmë punën, do vazhdojmë denoncimet, do vazhdojmë takime me qytetarët, do vazhdojmë programin tonë, që është ajo çka e ka tërbuar Edi Ramën. Është ajo çka e ka bërë. Kush pik nga këto zoti Gylliçi është tërbues nga gjithë ky pikat e programit. Po një që mendoni se e ka tërbuar fare. Program minimumi etik që ai u detyrua ta kopjojë nga Partia Demokratike. Rroga minimale 500 euro që ai u detyrua ta kopjojë nga Partia Demokratike. Po pse nuk e dinte ai zoti Gylliçi? Pasi kemi 4 muaj që dalin, po ta dinte zoti Dangli, pse nuk e bëri 12 vite? Se rreziku do thoni që e ka bërë. Jo, ju mendoni vërtet se fitohet në Shqipëri me program, se do ishte naivitet politik nëse do mendoje se do dalë edhe unë me krim, blej vota. Ç'a të bëj? Pra ti mendon se ju mendoni se do fitohet me program. Me grupe strukturuar kriminale, të dalë me organizata kriminale në terren dhe unë. Të bëjmë dhe unë pjesë e trafikut drogës. Janë të lidhura. Të bëjmë dhe unë pjesë e korrupsionit qeveritar. Pjesë e tenderave. Puna është e ime është ti denoncoj. Sigurisht. Të shkoj pranë qytetarëve me program, ti flas për programin. Prandaj edhe duhet një aleancë. Prandaj duhet aleancë fortë me drejtsinë. Task forca e SPAK-ut, prandaj na duhet që të jetë në punë. Që të punoj, që ti ndëshkojë ata që blejnë vota, qofshin edhe të djathtë. Qofshin edhe kandidat, nëse kanë një kandidat nga Partia Demokratike që intimidon votuesit, apo shkon për të bler vota, patjetër shkoj para ligjit. 1 duke nis nga unë i pari. Po nëse ne po kërkojmë vetëm rregulla loje, shkojmë zgjedhje, atëherë kjo është krejt normale. Edi Rama çfarë ka patur e ka kryer në këto 12 vite. Edi Rama është një ofertë elektorale. Kë skuadër keni përballë, nuk është se u zgjuar Befas tani edhe fat që Edi Rama që nga me gjithë këto vese të këqija. Po ju e dini, keni denoncuar vetë. Është një ofertë elektorale tashmë e zauruar. Ka 12 vite në pushtet, ka 12 vite në qeverisje. Shumë na u tha 2021 nga Partia Demokratike. Qeverim për 12 vite dhe Edi Rama tashmë i ka larë hesapet me popullin shqiptar. Pra është një rotacion për hir të rotacionit apo vërtet ju? Është ndryshim rrënjësor për hir të ndryshimit që i duhet t'i vendi për të mos u shpopulluar, për të mos u boshatisur, për të mos u plotësuar ato skenar ogurzi që ka banka botërore dhe institucionet tjera ndërkombëtare që Shqipërinë e shohin deri në vitin 2050 të boshatisur. Është një ndryshim i madh që pritet për ekonominë e qytetarëve shqiptar, për brezin e tretë dhe për të rinj që po ikin për fatin tonë të keq, me që më pyetur sërish për punën e Amerikës, kam takuar në Amerikë dhe këtë radhë të rinj të cilët kanë qenë të shumë të mirë paguar në Shqipëri, kanë patur rroga shumë të mira, shumë të larta dhe që kishin vendosur të largohen, pse nuk kanë siguri fizike, nuk kanë siguri juridike, po mbi të gjitha nuk kanë siguri për fëmijët e tyre, për familjet e reja, për fëmijët e tyre të vegjël, për edukimin, për gjendjen shëndetësore, për sistemin e shëndetësisë në këtë vend, sepse është degraduar gjithçka në drejtimin e Edi Ramës këto 12 vite. Pra thënë këto janë problemet që kanë qytetarët shqiptarë sot. Ne këtë adresojmë, ne për këtë flasim, ne targetojmë problemin që kanë qytetarët e Shqipërisë. Partia Demokratike në pushtet ata do rikthehen, besoj. Zoti Dangli,
Partia Demokratike do bëj gjithçka që se ata nëse do kishin perspektive Partia Demokratike e Shqipërisë do të bëj gjithçka që ëndra e Edi Ramës për ta shpopulluar këtë vend të mos realizohet. Ëndra e Edi Ramës për të mbretëruar qoftë edhe i vetëm në këtë vend të mos realizohet. Partia Demokratike do të bëj gjithçka. Kur themi që do bëj gjithçka, zoti Kolliçi, pse nuk bëri gjithçka për të bërë një koalicion edhe me disa parti tjera të reja, po e bën i zakonshëm shqiptar. Zoti Kolliçi, kur themi që do bëj gjithçka, i cili sot është qytetari më i varfër në Europë të mos paguajë naftën më të shtrenjtë të Europës. Edhe do të ulim edhe çmimin e naftës, se këto janë gjëra që interesojnë qytetarit që na ndjek. Si ka mundësi Kosova e ka 40% më të lirë naftën se ne, dhe ndërkohë nafta që tregtohet në Kosovë vjen nga porti i Durrësit, çohet në Kosovë dhe tregtohet në Kosovë. Ndërkohë naftën që ne e kemi këtu e kemi 40% më të lartë. Pse si do vijeti kryeministri? Do vijeti kryeministri, do vjen paratë qytetarëve shqiptar. Ky është problemi që ne sot duhet të flasim dhe duhet të harxojmë kohë për të sqaruar çdo qytetar shqiptar se çfarë ndodh me paratë e tyre. Përse duhet anulluar tenderi për tunelin e Llogaras, që okay, dakord si vepër infrastrukturore shumë mirë mund t'i duhet për të rritur për të pasur një boom turistik në jug, gjë shumë e mirë nëse vin turist. Po përse duhet anulluar tenderi i parë me vlerë 130 milionë euro dhe duhet bërë një tender i dytë me 50 milionë euro më shumë, ku 99% punimeve i bëri kompania që e merrte edhe herën e parë me po të njëjtën vlerë dhe 50 milionë euro i jepen një miku të Edi Ramës në Turqi. Përse duhet vidhen qytetarët shqiptar në këtë farë mënyre? Dhe përse në Shqipëri duhet ndërtohen autostrada me 24 milionë euro për kilometër koston, ku ndërkohë në gjithë Europën ndërtohen me të paktën 2 deri në 3 herë më pak. Dhe PD-ja i ka ndërtuar me 2 deri në 3 herë më pak. Përse duhet ndodhin këto? Për këtë duhet të flasim ne. Zoti Kolliçi, kur thatë që ne do bëjmë gjithçka për të penguar Edi Ramën, a bët gjithçka edhe për të bërë një koalicion më të gjerë? Gjithçka kemi bërë. Me çdo forcë politike kemi qenë në negociat. Zoti Blykbashi i mandatuar nga zoti Berisha si kryetar partie, ka kontaktuar ndjenjën time çdo forcë politike që pretendon që është opozitare për të patur mundësinë për të futur në një koalicion me Partinë Demokratike dhe me koalicionin e madh Partisë Demokratike. Edhe partinë e zotit Ali Beaj? Në ndjenjën time zoti Blykbashi ka kontaktuar me KDO. Zoti Ali Beaj nuk e di a ka forcë politike apo ka regjistruar një forcë politike. Gjatë fasimi 1912 bashkë me zotin Tashamir Shehi, në ndjenjën time janë bërë thirrje republike dhe publikisht edhe ndaj zotit Ali Beaj. Për herë janë bërë thirrje republike për të bashkuar në një front vetëm kundër Edi Ramës. Le të vinë të futen në garë, të testojnë veten. Po mbi të gjitha për sa kohë kemi një emërues për bashkët, një kundërshtar për bashkët politik që quhet Edi Rama, hajde jemi të gjithë bashkë, të gjitha bateritë kemi kundër Edi Ramës. Kaq e thjeshtë është. Me çdo forcë politike ndjenjën time, zoti Blykbashi ka tentuar krijimin e një koalicioni me bazë sa më të gjerë dhe me numra sa më të lartë për shkak se çdo vot ka vlerë. Edhe ato partitë e vogla që janë atemuar, edhe ato i kanë disa qindra votues apo 10 votues që shkojnë dhe i votojnë. Edhe ato vota Partia Demokratike nuk i paragjykon. Edhe ato vota nuk i paragjykon. Pra i ka edhe ato vota, jo, i do dhe ato vota i do në anën e saj, sepse në fund të ditës janë çështje numerike shpeshherë. Po 2021 i konsideronit patericat e Edi Ramës. Edhe këto janë çështje shpeshherë numerike të humbjes mandateve edhe në mënyrë të dyshim. Marr këtu shembullin e vitit 2021, ku në qarkun e Beratit kandidati i Partisë Lirisë, Ardit Çelan mos gaboj, e ka humbur mandatin për 47 vota, apo në qarkun e Durrësit kandidati e EPL-s e ka humbur mandatin për 200 vota, apo në qarqe të tjera ku është humbur mandati për 300 apo 400 vota. Ja këto partitë e vogla mjaftojnë që këto mandate të mos humben këtë radhë.